në atë kohë ka qenë sakrifica e popullit me një nivel shumë të lartë. Ata sakrifikuan çdo gjë, t'japin çdo gjë nga vetja e tyre, atë sakrificën, besimin, bindjen, arsyeën, tolerancën, mirëkuptimin, çdo gjë, dëshirën, vullnetin, e cila i bëri bashkë gjithë popullin dhe krijoi një unitet që unë sot dhe çdo herë e përmend që kisha pas dëshirë që populli jon ta ketë atë solidaritet edhe atë vullnet që ka pas në kohën e luftës, e cila na bani unik gjithë popullin ndaj një armiku që ishte shumë më i fortë se ne. Ne ishim një popull shumë i vogël, ndërkaq ata ishin shumë të mëdhej trashëgimi nesh. Por dëshira edhe vullneti që ta shohim popullin në këtë ditë ku jemi sot ishte aq e madhe saqë çdo njeri në atë kohë u organizu në forma dhe mënyrën e vet për një kontribut sa më të madh t'jep në këtë drejtim. Pikërisht se kjo është ideja e podcastit që me kriju një farfrymë uniteti, pasi që është bërë një përçamje tendencioze nga çarqe të caktuara, të cilat i sponsorizojnë emisione të ndryshme për të përçarë popullin ton dhe për të shti dyshime në gjithçka që ka të bëjë me luftën tonë të lavdishme. Unë besoj që këto momente nuk ndodhin shpesh. Më thonë, ne ai kemi kalu tash 27 vjet. E tash është absurde me përbalt një diçka të jashtëzakonshme, një mrekulli që ka ndodhur për vendin tonë. Diçka të shenjtë. Shumë e shenjtë. Liria që ka.